Përshëndetje. Në janar 2025, Kryeministri Edi Rama zhvilloi një konferencë për shtyp me rastin e hapjes rezidencës artistike Villa 31, ku deklarua publikisht se rinovimi i kësaj godine ishte kryer nga një studio ndërkombëtare arkitekturore. Në njoftimet publike në rrjetet sociale, faqja zyrtare e Villës 31, Art Explora bën me dije se në prill 2025, godina është rinovuar me mbështetjen e fondacionit Art Explora në Francë. Restaurimi i Villës 31 është prezantuar si një punë e kryer nga studio arkitekturore Nim Architects. Por dokumentat zyrtare tregojnë një histori tjetër. Rezulton se 1.2 milion euro nga fondet publike janë prokuruar më herët për rikonstruksionin e kësaj vile nga Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare me miratimin e kryeministrit Rama. Madje, operatori ekonomik Valona Construction është shpallur fituesi tenderit dhe më 21 korrik 23 ka lidhur kontratën me numër 144 fraksion 17 me Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare me afat realizimi 12 muaj, pikërisht për rikonstruksionin e Vilës 31. Këto fakte ngren dyshime serioze për mënyrën se si janë përdorur paratë e shqiptarëve. Nëse rinovimi i kësaj godine është kryer nga studio huaj me mbështetjen e një fondacioni ndërkombëtar, atëherë kryeministri ka detyrim të sqarojë publikisht: 1. Çfarë punimesh ka kryer konkretisht Valona Construction? Ku kanë përfunduar 1.2 milion euro nga paratë e taksapaguesve shqiptar? Transparenca për fondet publike nuk është çështje propagande, por detyrim ligjor dhe moral ndaj qytetarëve. Çdo mospërputhje mes deklarimeve publike dhe dokumentave zyrtare kërkon sqarim të menjëhershëm dhe të plotë, sepse shqiptarët nuk mund trajtohen si spektatorë të propagandës së qeverisë ndërsa miliona euro nga taksat e tyre mbeten pa përgjigje. Faleminderit.